Kam një pyetje, zoti Gaba, mendoni ju që me veprimet ose me mos veprimet e tij personalisht zoti Berisha ka lënë hapësirë për të komentuar që i intereson qëndrimi në opozitë? Si e gjykoni? Dgjoni, në qoftë se si komentator do të thoja që zgjedhjet politike që ai ka bërë vitet e fundit kanë qenë kundërprodhuese për opozitën. Kujtojmë këtu bashkimin e votave për sa i përket ndryshimeve në kodin zgjedhor që i dha një avantazh Ramës. Ai e ka bërë për të konsoliduar grupimin e vet, por kjo ka ardhur si një dëm për opozitën në tërësi, sepse u hoq mekanizmi përmes cilit opozita mund të bashkojë në një listë zgjedhore të përbashkët. Pra duke pasur një listë të hapur ose një sistem zgjedhor që të ishte gjithëpërfshirës, do të mundsonte që opozita të kandidonte në një blok dhe ta linte zotin Rama në një blokun tjetër të vetëm, dhe ne kemi parë nga sondazhet përgjithësi që zoti Rama por nuk ka një mazhorancë absolute në shoqërinë shqiptare. Kështu që për të faktorizuar opozitën dhe për të akumuluar grupimet e interesit, opozita tani duhet të gjejë forcën që të shkojë për te interesit vet dhe të jap aktorëve të tjerë shoqërisë dhe politik mundësinë që të bashkohen dhe të krijojnë besim rreth njëri tjetrit, dhe ky besim nis nga fakti që zoti Berisha dhe të tjerë vendosin për një reformë zgjedhore që të jetë në interesin e gjithë spektrit politik të së djathtas ose kampit opozitar. Kuptoj qartë, me qënë se jemi tek reforma, ka pasur goxha paqartësi lidhur me prezencën e opozitës aty, pavarësisht e lidhin kryesisht me mungesën e një njoftimi në fakt për të marrë pjesë në reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Sa rëndësishme është pjesëmarrja e opozitës, dhe shikoni që vërtet që në këtë rast, në këtë radhë do ketë ndoshta ndonjë ndryshim konkret në të mirë të zgjedhjeve dhe kodit zgjedhor, apo sërish palët ndoshta do dakordsohen për pika ku vërtet ju intereson? Dgjoni, pjesa e reformave është thelbësore jo vetëm për interesin e opozitës, po për interesin e gjithë shoqërisë. Në rikthimin e tij, zoti Berisha është veçpallur si personi që nuk bojkoton e kështu me radhë, kështu që është i detyruar të marrë pjesë, është i detyruar të jap një alternativë, dhe kjo është diçka që e la atë pa tekst. Nuk mund të jetë edhe në rrugë edhe të bojkotoj institucionet. Opozita në tërësinë e saj duhet të zgjedhë një aksion të dyfisht, edhe atë të protestës, për të ngritur zërin ndaj padrejtësive që janë evidente, ato që folën për sa i përket sfidave përballë të cilave ndodhet mazhoranca me drejtësinë, por nga ana tjetër duhet të jap alternativën për sa i përket procesit të reformave. Dhe në qoftë se do bënim dietrologji ose spekulim, ka arsye që pjesëtarë të tjerë të opozitës të jenë mosbesues, sepse siç e tham, vetëm pak muaj para zgjedhjeve vitin e kaluar u kalua një reformë jo konsensuale. Nga ana tjetër, në qoftë se do duan të jenë sfidues ndaj Ramës, duhet të gjejnë një gjuhë të përbashkët, dhe kjo është një barë që i takon kryesisht partisë të parë opozitare. E kuptoj, e qartë, mirë.